bravo. Kush je ti? Jam Almedin Hyseni. Edhe njëherë? Jam Almedin Hyseni. Ti je Almedin Hyseni. Nga je Almedin? Nga Mshati Malisheve Gjilanit. Nga Mshati Malisheve Gjilanit. Cëllën klasë je? Klasën e dytë e kom përfunduar. E ke përfundu tash, kisme del në tretën, po. Me sa ke kalu? Me 5 qenë. Me shembullor. Ka të lindi ideja ty për qifteli? Po, këm ka nëj vogël e këm pas marak shumë qiftelien edhe babi ma ka blejt një qifteli edhe ka bisetu me ju edhe për me ushtruone. Ti e pa marak qifteli, babi ta ka blejt qiftelien. Që është quhet babit? Sami Hyseni. Sami Hyseni. Kur ki babin? Babi ne kam në Zvicër. Babi është në Zvicër. E tash, e ki menen me vazhdu muzikën? Që sa që ushtron në falë në qifteli? Që një 3-4 muj. Me konë ushtron të kushe? Me ju e pas qemë. Me konë? Me ju e. Bashku në ti ushtrojnë, që 3 muj. Almedini me pa pas qifteli korë, edhe pa i ra korë me kërkan që 3 muj e filloj emisionin tonë sot, cilin e përgëzojmë shumë, a do të vazhdojsh këtë rrugë të tje? Po, kam dëshit të regjistrohu në shkollë të muzikës. A në shkollë të muzikës, bravo, të përgëzojna shumë, zotë të dashnet e urës. Hajde, këndon me përshëndet? Përshëndet familjen time. Familjen tonë, po? Po, edhe babin, edhe shok të klasës në arsimtarin. Edhe? Edhe dajt. Dajt kuj ki? Dajt i kam Drenit. Ja, Drenit, po, ku në cilin fshati ki? Fshatin Vojnik. A në fshatin Vojnik. Hajde, bon jam me dorë krejtve dhe përshëndeti krejt, bravo. Faleminderit që ishe musafer në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën pas qenë. Faleminderit urës që madhë, inshallah në emisionin tjetër, se ti edhe kënon ka pak, kënon? Po. Edhe me konë kismetat në arsh. Po, faleminderit shumë respekt. Shikos të nërum, pas asaj melodie cilën e ekzekutoj Almedin Hyseni, me qëllim e kam thirë pak mi dhonë kurajo të rive, po edhe këti emisionit tonë, qëllimi emisionit tonë, është që ti përkujtojmë edhe dëshmorë tonë, cilët ndërbreza me vite, me sheku i kanë dhonë jetë për këtë vend, por kësaj radhe, i kemë 3 generata dëshmorëve në atë kuptimin 3 etapave të kohave të ndryshme. Kemi Ibrahim Krasniqin nga Smallusha e Lipjanit, i cili ka ra, apo është thynë arkival i vdekun nga burgjet e Serbijës në vitin 1981, dhe para pak ditësh 16 qershorin e ka pas ditën e përkujtimit. Vjen etapa, apo vjen koha e 1989 marsi, demonstratat në gjithë Kosovën, po dhe në Gjilan, vjen ramja e Agim Rashitit, edhe në moshën e rinis, pastaj vjen janari i 1990-ës, ramja heroikisht sikur e Agimit edhe e Reshat Ymerit. Ti përkujtojna gjithëherë sepse ju kemi obligim në këtë botë për ata që sot na flasmi dhe kënojmë shlirshëm. E deshta më e lidhë sepse gjeneratat cilët sot po flasmi për ta, po të ishin konë gjallë edhe ata i këshin gëzu nipat fëmijën e vetë edhe nipat si Almedini sot që i ra qiftelijës edhe i përkujtum në atë kuptimin. S'paku me do të tinguj të 3 gjeneratat cilët sot kanë edhe e shijojnë lirien. 2 familjari kem të Ibrahim Krasniqit, Muedinin, edhe Rahim Rashitin të Agim Rashitit të Reshat Ymerit nuk patën mundësi me orë, ma i kemë 2 bashkëbisedus këto cilët e njofin situatën, rrjedhat, edhe kanë përcjell gjendjen atë kohë, se gjithërë si cila ku i ka pas njerës e vetë cilët kanë punue, edhe për ditë sotit në mënyrat ndryshme, e kem Ismet Sulejmonin, edhe kem Sefer Tashollin nga Gadimja, Ismet Sulejmoni me prejardhjo nga Gjiloni, nga Cërnica e Gjilonit. Unë ju dëshiroj mirë se ardhin e emisionin tonë, 3 figura këtu i kem që prezentohen për emision, është Ibrahim Krasniqi nga Smallusha, Agim Rashiti nga Gjiloni, Reshat Ymeri
nga Gjilani. Dëmon, viti janari edhe qershori, vitet ndrojnë, po 2 stinte e morën na pjesa dimnore dhe pranverore të cilët i përkujtojmë sot. Po shkojmë të Sefer Tasholli pak Sefer, na trego pak situata edhe rjedha e ngjarjeve të Tenishit pak, edhe romja e Ibrahim Krasniqit. Në të mush, jo romja, po vdekja e Ibrahim Krasniqit. Faleminderit Gjem që edhe nëpërmes këtij emisionit të tuaj po i përkujtojmë njerëzit me të cilët po krenohet krejt populli shqiptar, jo vetëm Kosova, me dëshmorët tonë, të cilët për dekada e për shekuj kanë derdhë gjak, janë derdhë në përburgje për që të liri, për që na sot po e gëzojmë. Ibrahim Krasniqi ka vdekë në burgun e Pozharesit në qershor në vitit 1986, megjithatë ai si nxënës i vitit 4 të shkollës së mesme mori pjesë në demonstratat që ishin gjithë popullore në tonë Kosovën, ashtu si u zhvillu në Prishtinë me 11 mars, me 26 mars, 2 prill, në tonë Kosovën u përhapën demonstratat, u zhvillun edhe në Lipjan, në të cilin një prej organizatorëve të atyre demonstratave të 2 prillit 1981 ishte edhe nxënësi i ri, 19 vjeçar, Ibrahim Krasniqi. Ibrahimi vetë si një fëmijë i rritun, inteligjent, korpulent, vinte për një familjes tradicionale kombëtare. Vetë gjyshi i Ibrahimit kishte rënë ndesh me pushtetin qysh në Jugosllavinë e vjetër, në zgjedhjen e kryetarit, kur ka ndashtë në komunën e Janjevës, që i ka pas 2-3 fshatra të banuara me serb, po pjesa tjetër ka qenë me shqiptar, ka ndashtë me emnu udhëheqësin serb. Gjyshi i Ibrahimit ka qenë udhëheqës i Katunit, ka apelu, ka punu për me u zgjedh një shqiptar nga Janjeva, një adhetar tjetër nga Janjeva për kryetar komune. Edhe ashtu ka vepruar edhe është zgjedh kryetari komunës, po ati ka kushtu ai aktivitet. I ka kushtu, sa që pastaj në vitin 1948, kur në konë Vishaku, edhe aty ka organizu për mësme dërzu Vishakun, e kanë maltretu familjen Krasniqi shumë. Qaj Vishaku ka qenë si lloj Haraçi. Haraçi, po, që ka gjeneratat e vjetra e din shë ka qenë Tepricat e kanë qenë. Tepric, po Haraç. Po, kanë një Haraç. Diku edhe ja kanë morë se s'ka pas Tepric. Në vitin 1956, nëmën të aksionit tonëve, këtë familjen e Ibrahim Krasniqit e kanë maltretu, e kanë raj, e kanë ra, e kanë maltretu edhe vetë gjyshin e Ibrahimit, po edhe djemët. Ibrahimi ka lindë në vitin 1962, nga baba Kadriu, i cili ka pas 11 fëmijë, për ty në 10 i kanë jetu. Ibrahimi ka qenë i parafundit. I fundit është Muhajdini që e kemi prezent. Shkollën fillore pjesërisht e ka kryer Smallush edhe në Slovinë, ndërsa shkollën e mesme në Lipjan. Si nxënës është dallu shumë, si nxënës ka qenë i zgjut, ka qenë tip sportiv, një fëmijë korpulent, mirë po me atë frymën patriotike nuk kanë qëndru duar kryq, e kanë pas formu një organizat ilegale Isa Boletini, e cila organizat bashkë me shok tjerë, Ibrahimi ka qenë organizatori demonstratave të 2 prillit. Fatkesisht, me disa shok, me 2 prill, sepse edhe me 21 maj kanë organizuar në Lipjan demonstrata, edhe me 11 mars 82 shok të Ibrahimit kanë organizuar demonstrata. Po kjo ka qenë shumë i zëshëm në demonstrata edhe është zonë, është burgus, fillimisht është dënuar me 60 ditë burg për kundërvojtje, po sa e kanë shku nga burgu, mas 10 ditëve një javë, përsëri e kanë marrë në burg, sepse kanë pregadit që të du mu ndërlidh se në burg kanë e në Gjilan. Po. Edhe pikrisht e falenderoj një person që në kanë ndihmu shumë, sepse familja e Ibrahimit erdhen në ishëm Gjilan, edhe shkova unë në mramje, shkova të njeni, një gardian thash kështu kena punën,
thash katë kish, tregom tha bimi të shpia, lemi këtu, tha unë do t'i ndihmoj. Rajm zgjadini u ku. 60 ditë ka nejtë, një 3-4 herë në konë në te për në vizita, familja, mas 60 ditë e lirun, po mas sove të një, mas 10 ditë. Mere, dhe thëtë, posa e ka kry para burgimin bashkë me një grup tjetër që i kanë dënu, ushtarët e shtëpia merrën me men. Përderi sa Ibrahimit bashkë me shok ja kanë pregadit Londën për me ngrit aktakuz për vepër penale, në të njëjtën kohë pushteti i ka qenë ftesë për shërbim ushtarak. Për shërbim ushtarak. Edhe nuk ka prit me u lajmëru për shërbim ushtarak, vetëm ftesën e ka pas, sepse më herë mas një javë e kanë marrë përsëri deri në gushtin e vitit 1981 aktakuza është bërë plot fuqishme me atë prokurorin, edhe grupin bashkë me Ibrahimin, një grup e 10 vetëve i kanë dënu 65 vjetë burg, në mesin e tyne Ibrahimin e kanë dënu me 6 vite burg. Burgun përsëri e ka fillu në Gjilan, po mas disa trazirave që kanë bërë në burgun e Gjilanit, dërbugosit politik që kanë kërku drejta ma të mëdhaja, sepse i kanë maltretu dhe i kanë torturu shumë, për me i shpërbly me qatë kërkesën e tyne që e kanë bë këta në burg, i kanë shpërbly të i dërgu në burgjet matrona, i kanë shpërndo këtë grupin në burgjet matrona të Jugosllavisë. Fatkeqësisht këta kanë dërgu në Pozharevs, një burgiron, që atje gjatë torturave, maltretimeve, rrahjeve, nuk ka qenë Ibrahimi i shëndetshëm, Ibrahimi korpulent. Ndaj ti kanë përdor dhunë të teprume. Shpesherë vetëm një fjali, po du me thonë, një vizit kër e ka vizitu nona me djemë të vetë, i ka thonë nonës vetë një fjali, i ka thonë nonë, edhe nëse unë e ma para pranej të vdes, se sa të bëhem tradhtar. Dhe të ka thonë që po mundojnë shumë, me ato ka dash me tregu që po mundojnë shumë për mi tregu shok tjerë, me nëzirë fjallë tjera, po i ka thonë ma para e pranej vdekjen, se sa që e pranej tradhtin. Zotë ishë përbleft. Fatkeqësisht, do të nga ato tortura që ndoshta familjari i tij do të flet, nga ato tortura, nga ato maltretime, nga bornat që i kanë dhënë dhunshëm, ai ka ndru jetë edhe asnjëherë do të nuk e kanë dokumentacionin, nuk e kanë vërtetuar se për çka ka vdek, do të familja nuk ka pas dokumentacion për çka ka vdek, me çfarë arsye ka vdek. Do të në qeshorin e vitit 1982, do të me 16 qeshorin 1982, i kanë lajmëru se është i vdekun, është vërros, është kërku që me vërros në mënyrë vetëm familjare, po familja dhe qytetarët nuk kanë dëgju, varrimi ka qenë masovik, ju ka bo një nder, edhe ati varrimi, sot Ibrahim Krasniqi është dëshmor i kombit, edhe me epitet madhë e mbanë shkolla emnin e Ibrahim Krasniqi. Në Sfalush, po. Se faleminderit, jenë këto përkujtime, jenë të rona. Do shta me plëcu, përveç që e manë emnin shkolla Ibrahim Krasniqi, 2 fshatarë që mirën me shkrime, e kanë një liber që i kushtohet Ibrahim Krasniqit, vrasja në burgun e Pozharevsit. Shumë e vërtet, Hajro Shtaqi dhe Ramadan Thaçi i ndjerë, po. Ndërsa edhe unë jam autorin një librit Rrugtimi drejt lirisë. Në atë libra aty si fshihet, nivel të komunës. Po, përfshin nivel të komunës, të gjithë shokët e Ibrahimit janë këtu, edhe Ibrahimi është pjesë e këtij librit. Faleminderit Sef, e Zoti ju dha shëndet juve, po gjithherë Zoti shpërblefta, edhe inshallah gjithmonë nuk shkelmi mbi gjakun edhe mundin e tyne. Ma edhe në di që nuk e ki let me fol, po për shikust është mirë paka shumë në e përshkrua vujtet e juve, përjetimet e juve gjatë burgët, gjatë vizitave të ndryshme për Ibrahimin. Pak. Po, Boligjen, faleminderit. Ishte një kohë e vështirë, e viteve të 80-ta, ku fillimisht pas arrestimit të Ibrahimit, të gjithë vllaznia dëbuan nga puna,
Do më thonë, vetëm unë jom konë pa punë, ata 4 vllaznit i kanë dëbu rej punë, një ka qenë polis, një ka qenë arkatar në kooperativ, një u konë vetëm punëtor dhe një krye punëtor në Kishnicë. Po në minjerën e Kishnicës, po. Kështu që filloj ai agresioni i tyne, me njëherë, ekonomikisht, u dufke me u morë me gjendjen e Ibrahimit, me avokat dhe shumë sene tjera. Po, ne ja kemi dalë dhe nuk kemi nështru asë njëherë pushtetit sërbë. Vizitat që i kemi bu, unë në Gjilan 2 herë kam vizitu Ibrahimin, ishte shumë ronë. Përshëndetja ka qenë mrena disa tela të ngushtë që vetëm 2 gishta i keshti për mu përshëndet. Mrena murit një tel i vendosën, për të paktën Shqip kemi full. Në Gjilan. Pastaj me dërgimin e Ibrahimit dhe shokëve tina në burgun e Pozharevcit, ka qenë dishka halo më eronë. Dhe me thonë kemi udhëtu prej Ferizojt me agropolisin cili shkon të Athinë minherë, deri në Beograd, gjatë rrugtimit që ishin shumë njerëz që udhëtojshin ndoshta për qatë burg, ku jem taku edhe me motrën e Adem dhe Mocit Aishen, kemi udhëtu bashkë deri në Pozharevc. Aty isha me nonën dhe me një vlla fëmijën. Kemi marrë rrugën, kur kemi mri me gjes në Beograd, do dashtë me marrë një taksi dhe me shku para burgët që ata e quishin Zabela, një burg ku ishte veni. Një kofe që ishte pranë burgët, e mushur me shqiptarë, për t'i vizitu gjithë ata që i kishin mrena aty. Dhe ta shërë koha për me hy mrena, ne hynë mrenë, unë si i ri 16 vjeqarë, nashta nuk e kam respektu e atë regulorën, me të hynë mrena aty, me të listën që e marrë shumë në polici, em një figurante, po një mbeta pak mrapa. Një gardian në kopë dhe më shtynë, më shanë, mrapa, kështu, ku përshkan ti, deri sa u këthuja i blohë me listë, edhe hynë mrana, aty kur hynë mrana, e vendosën me një koridor, një tavolin, 3 ulse, edhe një ulse për Ibrahimin, e prunën 2 gardian, durt lidh, po kur erë të tavolina e azgjedhën durt, u përshëndetëm, gardiani thet, jo duhet me folë vetëm në gjuhën sërbe, se për ndryshe e ndërprejmë i u largojmë krejt. Këtujt, gjuhën sërbe, as Ibrahimi nuk e njefke, as nona dhe asëne. Tash ishke një problem se si dhe të komunikujmë. Unë edhe fula Shqip, e veta qysh je, qysh po kalën, mu e një gardian thët quti dil qatje, se ti apet full Shqip, shtërngim dush, shikjem dhe as një fjoll tjetër. Dhe më thonë, eran është kjo, edhe për prend, edhe për ata që ishme aty, po kjo ka ndodh, edhe tash e kam vrejt Ibrahimin që ka ndryshu. Ka ndryshu për herë dytë kër jam shku në fizionomi duket pak me izbejën. E kom pytë, Shqepa, edhe kom pytë, qysh jem e shnet, ka thonë, mirë. Po, e vrejta që nuk është mirë. Edhe tash, mrena 15 dite, thirin, lajmërin policia, thojnë duhet me orë se Ibrahimi është i smut. Ata prej burgut Pozharevcit e kanë dërgu në spitalin CZ-s, sepse në bazë shokëve të dhomës që i kanë pas, i kanë marrë natën, dikun ka 12 njëtë natës, i kanë dërgu me një dhomë dhe i kanë lidhë për kreveti me dure me kom, i kanë dhonë tableta si pas dëshires tyne, që ata që shkanë planifiku, për me lekfidu në mënyrë profesionale palon shaja në trup. Edhe e kanë arrit. E kanë një shok të vetë të bërtiti në shku, të inëgja e kanë qelë dherën pak,
tu e po se çka po i bujnë Ibrahimit. Këto e dëshmojnë shokët që kanë qenë burg me ta. Edhe realisht në spitalin e Qezes nuk kam qenë vizit, janë shku vllaznia, e kanë po që ekziston gjallë, rrin ullur, po vetëm shikon, asnjë fjalë së në thet, e ka prish në mendje, në tru, ato tableta që e kanë dhënë. Edhe mas 15 dite të vizitës vllaznia që janë shku, vjen policia të dera, thojnë Ibrahimi ka ndru jetë në burgun Cezej, ata i kanë thonë, Cezes në Beograd. Qëndror në Beograd. Buku qëndror. Buku qëndror në Beograd. Edhe quen vllaznia shkojnë, thojnë do të me ardhë me marë se ka ndru jetë. Quen ta shkojnë të organizun me kjerin për kufoma, edhe e marrin kufomën, nisën për knena, i lypin një dokument prej spitalit, thet ne do t'ja dërgojmë dokumentin më vonë se për momentin smujna. Edhe asë njëherë nuk u dërgu asë një dokument i shkokut si ka ardhë vdekja. Në momentin që kanë mri në Smallush, policia kanë qenë të dera, kanë thonë që duhet me varros vetëm ju familjarët pa prezencën e njerëzve tjerë. Po, të e falenderu një komandir policisë që ka qenë shqiptar, a i thët ju dini që shveprani, do të mënuna që mos me i lonë me ardhë. Kanë përcjell nga largë, kanë përcjell nga largë, po prezent s'jen konë, dhe ceremonia, edhe pse ishtë një shi bukur i madhë të në ditën, ka shkuën në njërë të regullt. Jemi konë të... Na kanë thonë që kufomën nuk bë me qelë, me po. Po na e kemi qelë, e kemi vërtetu që është një premje mbrapa krehës, një premje bukur e gjatë, që pikon të gjakë vazhdimisht, edhe na për me qenë të rahat shumë se si po duket kufoma, o dasht me qelë, e kemi pastru me të ceremonit që i kemi fetore, e kemi dërgu të varezat, e kemi varros, dhe me thonë nuk kemi pos nga ofër polici për më na pengu. Po, i dheu i qofti letë atyne, gjithve që kanë rohë për këtë vend. Inshallah. Se nuk është vetëm Ibrahimi, janë shumë. Po, uroj që ne të punojmë, të veprojmë dhe qëndrojmë vazhdimisht për respekt për ta, me punë të mira dhe të ndershme. Atjetër. Faleminderit shumë. Kemi ngarku pak me këto rikujtime të përjetimeve çka kemë me thonë, më zdim çka me thonë, Zoti ju dha shnet, edhe shëqër Zoti ju ka dhënë shnet edhe të herë, edhe keni mojtë vetën. O Ismet Sulemoni, edhe njerë mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, faleminderit shumë. Jemi të ngarkuar sot emocionalisht, që po thënë tash me gramatik, po e kem obligim, me fol pak për ta, për ju me fol pak, po me fol shumë. Edhe me bo shumë. Po na tregon pak, jo pak, po për Agim Rashidin tash. Vjen marsi i vitit 89. Faleminderit edhe njërë për ftesën që... Lutem, obligim, parë që ju kem. E përshëndes mirë të veçantë vllaun e Agimit këtu. Rahimin, po. Gjithashtu e përshëndes vllaun e Ibrahimit. E këtë mikun këtu. Shpër një përmes një lidhje të Ramit Sërnicës. Para se të filloj për dëshmorin e kombit Agim Rashidin, i dashur vllai Ibrahimit, Ushtria Shkrimtare e Kosovës, ja kanë nxjerrë hapin vllau tënd. As pak nuk dëshojmë në ta. Të më thënë, dëshmorët e adhet janë të pavdekshëm, e Ushtria Shkrimtare e Kosovës që ka dalë zot ëndrave, ideve, dëshirave,
planeve, projekteve, ne kemi bërë realitet në masë të madhe dëshirën dhe projektet e tyre. Ndërka që për dëshmorin Agim Rashiti, Agim Rashiti është dëshmori parë i komunës Zhilanët pas vrasjes së Kadrezekës në Gjermani, pas vrasjes Recepit Erdoğanit në Prishtinë, e pas mbytjes në torturë të Zja Shemsiut në të njëjtin burg, në centralizator si që tha në burgun qendror të kryeqytetit Serbisë, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndjekur flaka, kanë bombardu. Reshati është Agimi është demonstruesi i parë, si që thamë që është vrarë pas 4 vrasjeve të mëdha të komunës tonë, ndërka që është demonstruesi më aktiv i demonstratës të parë pas demonstratave që i kanë organizuar të 68 dhe një pak në Gjilan të zbeta, dhe mendoj që demonstrata e morsit kur ka rënë në Rekisht, Agim Rashiti ka qenë demonstrat shumë masive, shumë e organizuar, dhe roli i Agimit ka qenë i padiskutueshëm. Agim Rashiti është vrarë, është ndjekur nga policia serbe për ta ekzekutuar, sepse ai ka qenë i papërballueshëm për shkak të fizikut edhe të kalitjeve që ka pasur, ndërkohë që ndosë që ka ardhur rradha akoma Reshati është vrarë në sulm në rreshtin e gjithë demonstruesve të tjerë, ndërka që vrasja e këtij ka qenë e veçantë, pak më ndryshe, është vrarë në oborrin e spitalit, në pjesën e stacionit të autobusëve, dhe demonstrata e Gjilanit nuk ka qenë spontane, ka qenë organizuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës, unë kam qenë njëri nga drejtuesjet e saj, bashkë me një shokun tim, i cili është dëshmori Dheut Gjuvat Qerimi, që në ushtrimet ushtarake të vitit 91 ka qenë bashkë me grupin e Zahir Pajazitit të ushtrimit. Demonstrata e vitit 89, në cilën ka derdhur gjak Agim Rashiti, është demonstrata e parë e strukturës organizative, politike, auditore, ushtarake që ka pretenduar të kalojë edhe në atë fazë e komunës Zhilanit, dhe gjakujti është në themelet e fillimeve të projektimeve për luftë armatosur kundër Serbisë. Sidomos vitit 90, fillimi vitit 90. I ka parapri. Po, i ka parapri. Agimi ka qenë ushtrues edhe i boksit. Po, e di që ka qenë sportist. Po, i ka pas zemër. Sigurisht, ka pasur edhe të tjerë sportist, po jo sigur ky. Këto së ne kanë zapue, se di sa polistojnë së ne kanë zapue. Pastaj mendoj që Agimi ka pasur tradit në familjen e tij. Familjare, po qashë, shumë. Sepse ne kemi mësuar që në luftën nacionale shqiptare të Shqipërisë ka marrë pjesë dhe ka qenë figurë e dalluar një paraardhësi i Agimit, dhe të fjallë për Gjiladin Karadokun, si që kanë thënë në Shqipëri, Gjiladin Rashitin, që ka qenë delegat i Kongresit Përmetit, kër është bërë qeveria e parë antifashiste, luftëtari madh në Grykën e Meshgëronit, në Përmet, në mes Përmetit, Gjirokastrës dhe Tepelinës. Prandaj është me tradit, me gjen, me kod. Shumë e vërtet. Avro pe plumit polisve Agimi. Unë mendoj që ushtëria dhe atëherë në demonstratat tona reporte ushtarake nuk ka pasur reporte policore, ndoshta ata kanë ndruar në uniformë. Po ç'është po mendon Avro nga se kuptova? Agimi. Po. Avro pe plumit polisve Serbisë në atë kohë që mosat e dhoshme që henën
Po sigurisht që forcat policore e kanë vrarë. Forcat policore, qartë. Se s'kanë mujtë me nalë ndryshi. Ja, pa diskutim. Unë pa pretenduar me folë për vetën time këtu, sepse faleminderit edhe një që më keni këtu. Jo, të lutem. Ndonë se na kemi qenë organizator të demonstratës, na kena pos vendim, sepse në atë kohë ka qenë dikun me 19, 20, 21, 22 është mbajtur mbledhja e Komitetit Drejtues, është fillu Lëvizja Popullore e Kosovës, është mbajtur në vjok të Dranicës, ku më vonë ka qenë shtëria e shtabit përgjithshëm të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, dhe ne na konë në vazhdën e vendimeve të mbledhjes së jashtëzakonshme që është konstituuar, domthonë ka qenë të padiskutueshme demonstrata dhe fillimi i angazhimeve për me e luftu, sepse me 23 mars kanë qenë ndryshimet e dhunshme kushtetuese, abrogimi i ngjarjet e kopshme që kanë qenë në Kuvendin e Kosovës. Dhe mendoj që i rastësisht një figurë më dhe sikur ka qenë Agimi, ajo ka bërë boll me aktivitetin e tij, sepse demonstrata ka filluar në qendër të qytetit, të teatri, dhe pastaj janë ndarë në 3 pjesë. Një ka shku ka shkollat e mesme, një ka ardhur ka stacioni autobusëve për pjetë, edhe një ka shku ka rruga e Varroçit, që kemi thënë më përpara, po e shpërndova sepse kanë pas frikë që janë serbët andej. Po demonstrata kryesore derisa është vrarë Agimi ka qenë në pjesën e Agimit. Aty ka pas, mbaj mend, ka qenë stacioni autobusëve për pjetë, kanë pas nga Novi Pazari, Lond, Drunj, dhe thuheshte që një burr, i thonin atëherë, një demonstrues që i ka zgjidhur ato dhe i ka marrë këtë Londit, i ka qitë në rrugë, domthonë ka qenë një barikadë e jashtëzakonshme. Edhe aty vetëm me gjak ajo s'ka pas mundësi të ndalë ndryshe. Dhe pastaj pasi është vrarë Agimi Karo vrulli demonstratës dhe ka kalu pastaj në Gavran. Atje jemi zhvendosur. Kriju edhe dhimbja, tani atje në bo pakash. Po atëherë ka qenë mbi spital, ka pas jo shumë shtëpia, gjastat për më sulmuar dhe nga kodra dëshmorëve ku është tash kanë qenë më të mëdha, ka pas më pak siguri për neve. Domethënë shpirti i demonstratës ditë 1989 mars ka qenë Agim Rashidi. Pikërisht. Agim Rashidi ka qenë. Po, pikërisht. Ka qenë bolli i saj, ka qenë deri i saj, ka qenë aktivisti më i madh. Është mëkat, është tragjedi që nuk është në mesin tonë, po gjaku i derdhur për liri jeton përgjithmonë në nderin dhe krenarinë e popullit tonë. Kjo është i pavdekshëm. Atëherë konë në modë, dikush e zënë tash kur gja. Rallë kom pa me ngjyrë tjetër, bluzat që i thojmë na ato, veç ku qezi ka pas. Të rallë në konë si kjo veshin që e ka pët vetëm kuq e zi. Të rallë që ka vesh në ngjyrë tjetër, se jemi konë afër kujshi aty. Në atë kohë. Rahem, pak përjetimet, më naj përshkrua dhimbjet, po se prind i ke pas gjallë, nona o gjallë, konë një grue burnor, konë nona e Agimit e jotja, po jenë konë edhe rrethonat të cenzurat, jenë konë dvarrimit, jenë konë kontrolat e sekretariatit, alo kanë egzistu, ato formalisht kanë egzistu, nuk o konë letë edhe jo si familje mi përbaluat aty në rrethonave. Edhe dhimbjen, po edhe rrethonat, si shme thonë, s'kalon edhe me kajtë më një fjallë. S'kalon edhe me kajtë, si të Ibrahimi që e patu muhabetin, përshkrunaj pak si familje. Faleminderit për ftesën, Gjem. Me nërkoshi, po. Po dhe musafir që janë prezent. Faleminderit. Dhimbjet janë të maja, si çdo shqiptar që i ka përjetu edhe na si familje Rashidi. Si e cek edhe i Smeti, Agimi nuk o konë rasisht në këtë demonstrata, po traditë e familjes tonë. Prej të parëve tonë në atë kohë që prej fshati Dragan që jena. Po, Dragan se po. Në fshatin tonë një mbo përshkatime në vitin 44-43.
Për 25 përshkatime që jënë bënë atë ko, 14 antarë janë të familjes Rashiti. 14 Antarë të familjes Rashiti. Rashiti. Po. Të një e cek edhe për komandantin Karadaki Gjirandin Beqiri që ka dhonë kontribut në Shqipni, edhe është familjes Rashiti si kontribut. Të njerë gjenerate e agimit, që të kontribojnë për vendin tonë dhe për atë dhe. Vujtjet janë të maja se kër u vra agimi në 27 mars u plagos, ishte vesh nana në shpe, njëra tashtë, babën e kisha në Gjermani, vllazën i madh në Gjermani, edhe një motë Rëmzia ishte në shpe në atë kohë, edhe më gjallë arte kushëri po. Unë isha në shërbim ushtarak. Hiseni edhe ajo është i ndjerë tashtë ka vdek, vllavi ka vdek edhe ajo. Ajo ishte në shërbim ushtarak edhe ajo. Ajo kishte 6 muj, unë i kisha vesh 15 ditë. Vujtja me e madhe kam për mua se kur më ka përtjedhë për me shku në shërbim ushtarak, në Ferizaj, me hypën në trene për me shku për sinjet të Splitit. Tha më s'ki derë, tha se kërë 15 dite, ko me ardhën e me të vizetu për betem që e bëjshin atë kohë në Jugoslavisë. Edhe në erë koha na po dalmi me bo betimin e si ishte atër, erdhën familjar tjerë, pesho se agimi sështë e disha që ajë vesh këtë bone gjë shumë e madhe se agimi se lem pa ardhë. Edhe e kryta në ato, dola në telefon, po foli me nanën në ndjerë. Jo tha mirë, tha po aktivitete, demonstratat e këto s'ka mujt me ardhë, tha ma mirë e nalëm. Ajo ishë konë veç i vrarë, agimi. Edhe une zdeshta të mërziti nanën, thash mirë, thash thiri një tjetër ditë. Edhe ma nuk e thira, mas një jave, pishona për televizione, demonstrata në Gjilane, vrasjet po memna nuk i cekë. Edhe dola, mas një 2 jave, apet për thira i nanën, thash. Diçka në kohë, puna në rego se agimi se kishë lonë pa arte une. Si në kanë të letë, edhe pse unë kanë me erinë moshë, që në kanë shumë të letë me ta. A vëllaj, tha, po të ka zetë re, tha, agimi është i vramë. Qëta është e unë si erinë, 20 vjeqarë. Shka me bojnë, anë. Kosova ndryshës fitohet. Dykush do të me dhonë atë gjakë. Ja, agimi, ja, qytetarë tjerë, ja, dykush do të. Po, tha, biro, hiç mësë më bë marak, tha se dykush do të, dhe jo konë bërnore, bëm njëre, që i këti, se s'ka lanë demonstrata, të bime, pa aktivizu. Pa dalë, shumë e njëra. Edhe bisedu në telefon, unë e këto përjetime veç ka i kom digju pi prindve edhe sa janë kanë gjallë edhe pi kusherive. Unë si kom përjetu se mu më kanë shumë me shku në vizit mas një muj. Për vrasjen e ti në 10 ditë, Milan, tha, mund me shku që tashtë. Po të rishkë veç. Po të e në kryt dhe sene. Edhe tregimet të një Rashiti, vllavi madh ishke në Zvicër, baba i ndjerë edhe ishke në Gjermani, këta kusheret tjerë të organizu rrimin e këto. Ja vlem për të atë kër u plagos agimi me 27 martë në Gjilan. Unë që tash punoj në spitalin e Gjilanit, jemi interesu me marrë informata. Një shofer është në atë kohë që e ka marrë dhe e ka dërguaj në spitalin e Prishtinës, krejt të shkuna për fshata, jo rrugës kryesore. Se kanë leju me qonë në Prishtinë, me dërgu atje për shërim, edhe a i tregoj edhe krejt në për fshata. Jemi në liva që jem dalë pas jak e krejt në për fshata dhe te e kom dërgu atje. Edhe e kanë dërgu atje agimin,
i kam bërë ato trajtime që në spital atje, Agimi ka ndru jetë me 28, një natë ka mbjetu edhe me 28 ka ndru jetë. Mars. Po. Nana e ndjerë, si kanë ndëgjue, edhe ka marrë një djarë tagjës Gjemal Rashitin, edhe ajo është i ndjerë që tash. Ndjerë, po. Edhe një djarë tezës Bastri Kamberi, i fshatet Pelepnicë. A i ka pas kërë makina dhe me shku për me marrë kufomër. Mësë i kanë dëgju që në ndruje. Atëherë jenë kanë masat në basë të regimet familjes, se unë e sisha. Jenë kanë masat repta në rrugën në Prishtinë, ku lidhët për, që i thëmë rruga e Prishtinës. Aty e ka ndalu policia kërën e ati djalitezës, Bastrijës, dhe i kanë nëzirë për kjerit të tretë. Nona në ndjeri ka sulbuni i policë që ka me kontakt që metëm aty kur e kanë dalë me kontakt të sulmu dhe ora dhe i kanë këthy të mrapa. Nuk i kanë lonë për me vazhdu rrugën. Pa jo nuk është prasë kur dhe arë të eri në shpe dhe u dalën të të në rrugë edhe u shkuën më hypën stacion të autobusov, me autobus me shku, se s'unë ka vënduru ma, edhe mi gjajnë ndjerë femija, u dalë pe punës për tekstilet edhe jenë bo bashkë, njëni ullë për para në autobus, njëni mrapa që mësë më dallu të cilën ta shdrypin por, bilim njëni me shku të në Prishtinë. Edhe jenë shku të qyshtë në Prishtinë, e kanë organizue për me marrë kufomën për Gjilan, edhe janë arë në Gjilan. Vërrimi u bo në masat reptat sigurisë, policijës, krejt e mojnë men në atë kohë, si e cekë edhe kolegë për vlavën e vetë që s'kan dasht në lejojnë të vorosmin e qytet të Gjilanit. Por, me intervenime me mosbrazjen e qytetarëve, të shkujshive dhe u vendos që ta qojmë në vërrejsat e qytetit. Edhe vorrimi u bo në njërë masive, qytetarë. Shumë masive u bo. Në atë kohë dhe me helikopter në kanë vëzhgue për me lagjën tonë të tërë të vërrejsat që u bo. Rajmë faleminderit për këto kujtime, vokime, janë të dhemshme, janë të mundemshme, por, si që tha edhe Ismeti, për të mnemen Ismet. Ismeti, po. Inshallah, edhe ish pashibe hakjo në zerë me një fjallë, po, inshallah, nuk i harrojmë. Ismet, për Rashat Imerin pak, se edhe kuha na po sëtë dhe të tolerojna. Të kërkoj ndjes, po pak. Jo vetëm se pasi familjarët kur kujtohen gjërat. Nuk patën mundësi me ardhë. Po më la përshtypje Rahimi që po të tregon për ato të merret që ka përjetuar nëna e tij. Allah salmo. Gjiloni në rastin e Agim Rashitit për dallim nga varrosja Recep Molës edhe në Berishës, ka dhënë prova që nuk e ka respektu kërkesën për mas pjesëmarrje. Unë i punë pjesëmarrës në varrimin e Agimit, edhe varrimi vërtet ka qenë masiv. Pa diskutim që nuk ka mungu edhe pjesa organizative, se që që kemi organizu demonstratën, e kena posë ma letë me organizu varrimin, se demonstrata ka qenë tjetër natyrë. Po me gjithate, populli ka qenë i mbushur, i revoltuar, të kërkoj ndjes, po falma ta jep një informacion që jem shumë i sigur që së të kararasi me dëgju. Për shikusit banë këto? Po. Kam dëgjuar që kur jenë marrë që Molë dhe në Berisha, edhe kur kanë shku familjarët me i marrë mi prunë Gjilan, edhe ata në Gjilan, sigur rasti Agim Rashitit e ma vonë dhe Rashat Imerit, i kanë marrë me dy vetura, me dy automjetë në fakt, jo vetura.
Edhe në rastin e Recep Molës është nisë me para Loj Berishës. Ai që ka qenë shoferi i asaj kamionetës, kur e ka marrë vesh kush është mbrapa, janë këta që janë vrarë atje, e ka nërë kamionin në Veternik, edhe ka iki kamion, ka thonë, bëni shkadonjën, nuk gëzojmë shku atutje. Edhe ka ardhë Mirza Recep, baba i Loj Berishës me pjesën e familjes në Hiut, dhe e kanë marrë arkivojnë në Recep Molës, që kanë bërë bashkë, i kanë bërë gjiranë. Dhe më thënë, Serbia neve është mundur me nështi frikën polës, edhe në një mos edhe ka arritur. Heroizmi në mos modhi popullit nuk ka qenë një shprehur fort, po ka pasur individet që e kanë së në kanë përballu, ose kanë pasur frikë, po Agim Rashiti, i pari dhe Reshat Imeri i dyti, e kanë poshtër këtë rrugë, këtë diferencimit, këtë frikë të mosdaljes, sepse demonstratat mas demonstratat vitit të nëndë, të morsit, të janarit 90 kanë qenë edhe ma masive. Sepse është poshtër frika. Ushtrim ka qenë. Yes, unë poshtë frika. Unë nisë një vrull, një rrugë tjetër. Reshati në vron nga vran, apo? Reshati është vran nga vran për mi post. Për mi post. është vran në mesin asaj rrugës, asaj ngushtisë zvogël atë, po. Para se me dalë tek shkolla Selemi Allaçi. Edhe tim tur më vran. Reshati ka qenë demonstrues shumë aktiv. Pastaj Reshati është rritur në një lagje adhetorësh. Lagjën e ka pas Saime Isufin, bashkëshortën e Loj Berishës. Pastaj ka pas Ahmet Isufin në lagje aty. Dhe shtatë Korrikush ka qenë dikur, tash i frymzon. Ka qenë rrugit që kanë kaluar të ilegale, është bërë të aktivitet. Pastaj është një Sërnicës. Po. Sërnica ka qenë Den Babaden, Vatër, adhetarë, është Rami Sërnica, një Hoxha, ka pas veprimtarë, adhetarë të mëdhej. Unë po i falenderoj shumë që keni nda kohë ju, po mas shumë të falenderit Zotit që na ka dhënë mundësien edhe gjakut tyne që na ka dhënë mundësien që sot flasë me shlirëshëm, edhe nuk po thëmë me kajt, po edhe pse jemi të përmalu shumë për ta, që ismi latë shlirëshëm, flasë me shlirëshëm. Falem edhe pak, mësje zbërë që Reshati është vrarë në aksion, duke hedhur gur, duke sulmuar, edhe ju ka gjetur trakti i Lëvizjes Popullore të Kosovës në trup. Ky ka qenë jashtë, ka punu të dajtë të ti, dhe ati ka qenë në kontakt me Lëvizjen Popullore të Kosovës, kështu që ka qenë sigur në rastin e agimit, edhe ky ka qenë demonstrues me vetdije, me konsciencë, aktiv. Me ideal, dhe më thënë e kanë ditë çfarë janë duke bërë. Sepse ajo ngjyra kuqezi që i ka bojt agimi shtefohe. Edhe njerë, pas Zotit, Ushtria Shqiptare e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me Aliancën e NATO-s e kanë gjërnjuzuar Serbinë, edhe ne jemi të lirë të pavarur, realiteti është bërë ëndra e këtyre. E këtyne, po, shumë e vërtet. Faleminderit shumë për i gjithve, që keni nda kohë, edhe kemë obligim t'i kujtojmë, edhe t'i respektojmë, gjithë herë, sigur oksigenin që e marmi. Se nuk o konë letë as për familje, sidomos për familje, në moshën e vetë të rinjes, unë e bona pak një krahasim generatat të mund, sot me kona ta ishin me nipa, së kur këtë djali që i ra Qiftelijës, me fëmijë, Elmedinje, po liria është e tyne. Falem edhe një zhjet vogël. Unë në luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zonën e Partive Katolike, kam qenë zonë, dhe në disa momente, edhe gjatë raportimeve nga lufta, e kom përmend që Ushtria Shqiptare e Kosovës po hakmerët. Sepse në front, në zonën tonë më pak, po në pjesët tjera të Kosovës është zhvilluar luftë shumë e madhe. Ushtria Shqiptare e Kosovës, nëse kam drejt me fol,
ka morë hak për shumë gjenerata të hershme. Për shumë gjenerata të hershme ka morë, edhe gjeneratat e tashtit që të uqi folë me po dhe ma të hershme, se shumë e njeri ka dek me syqirë për këtë vend. Une falimderit Ismet, se falimderit, Rajm falimderit, më edhin, falimderit. Tash, unë i kam 3 kongë me i kënue për 3 dëshmurt, ju i një të lirë, më stimulojnë, unë tash me studion edhe me kamermonat, kam i realizu 3 kongë për dëshmurt. Apo të lirojnë. Apo më lirani. Ani, falimderit. Shiko se dëru unë i lajmrova që i kemi edhe 3 kongë me i këndu, këtë 3 kongë janë të punume të realizume nga na, nga unë edhe djali e Besart Berisha, janë të punume në studion e Besartit pa interes. Edhe po e përfundojmë me këtë emision, dhe mund emisionet e sezonit, po e përfundojmë sezonin me emisionet, inshallah imi shnosh dhash zote shimin shtator për smirje për smari, ku da qeni e për shëndesmi edhe në më të musafirve. Pra në verën e të të nishit, në pijanin e bula i tymi, në rinia në flak të barotit, jo prite i Ibrahimi. Në lanë po ka shkollare, në ria po në të rët, robërin se të raj me dhot, keme linë do të për me vëdek. Lanë po ka shkollare, në ria po në të rët, robërin se të raj me dhot, keme linë do të për me vëdek. Bandrit lapidar, në smalu shkullin di, dhe shmori barko me bit, Ibrahim e Krasnici. Bandrit lapidar, në smalu shkullin di, dhe shmori barko me bit, Ibrahim e Krasnici. Dale shkjati dhunën rinia prorit, amanet pret parve Kosova Republik. Gjako i ti delun burgjet e Serbis, lavdilën deri kombit, simboli liris. Gjako i ti delun burgjet e Serbis, lavdilën deri kombit, simboli liris. Bandrit lapidar, në smalu shkullin di, dhe shmori barko me bit, Ibrahim e Krasnici. Bandrit lapidar, në smalu shkullin di, dhe shmori barko me bit, Ibrahim e Krasnici. Bandrit lapidar, në smalu shkullin di, dhe shmori barko me bit, Ibrahim e Krasnici. More
të tute. Ta mbrën Kosovën e popli broriti, o në bolju prirte, o Hakim Rashiti. Forca serbit, forcat e krimit, more nuk ju tem, o syni Hakimit. Po shkoj ketrimi tu i brorit, o rrot Kosova, por republike. O e Juldizani, o Krisira Pali, o kriminella ta ty e bon krimin, o plumat e zi e more nagimin. Gjithë po shëndrisin, o heroj i komit, o Hakim Rashitin. O vepra tua gjithë po shëndrisin, o heroj i komit, o Hakim Rashitin.